Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale të përgatitjes së një çoji për juve motra, edhe pse kom postu para 3 viteve dikon gati këtë recetë, pra po më pyetni, jo nuk po gjojnë recetën, jo poston ajo që poston, kështu që po postoj edhe një herë recetën për juve motra të dashura që më keni vetë, pra Neri postona ndonjë recetë për neve që jemi në menopauzë edhe po kemi probleme me djersitën, mundimin në trup, herë na vjen ftoft, herë na vjen nxehtë, herë këtu, herë ashtu, kështu që ja bujna edhe juve iloqe. Këtë çka ju në vitin motra të dashura i merrni një sheg edhe levoret e shegës, siç po shihni, levoret e shegës i merrni, i pastroni normal mirë, edhe e merrni 1 litër ujë të nxehtë, pra të val, e vlani, edhe qitni në tenxhere. To, levoret e shegës, 1 litër ujë të nxehtë, edhe e zini çajin për 15 minuta. Pasi që t'i keni zi, e kolloni normal, në një bakall e lani qelçit, ose në tenxhere ashtu, edhe e konsumoni këtë çaj, pra 3 herë në ditje ka 1 gotë. Mas miri pra është me konsumu pa embëlsus, as sheqer, as mjalt, as kur gjë. Përdorni juve pra rregullisht, derisa t'ju kalon që ajo mundimi, djersitja, herë ftoft, herë nxehtë, herë s'nini rahat, kështu që keni me po vetë edhe keni me pinë vetë. Vete me levoret të shegës edhe ujnë, pra çaji i shkëlqyer dhe shumë efektiv. Pa pasur nevojë me marr tableta, merr ato, merr këto, që aty merrni për çat problem tjetër, në 300 probleme tjera e shkaktojnë, kështu që natyral, si gjithmonë. Për efektin bindeni vetë edhe keni më shkru si gjithmonë vetë. Faleminderit për përkrahjen që ma beni, komentet e bukura e tjeri në recetën e radhës, nga kuzhina Nerit ju them miru pafshim.